Sondazhet e fundit tregojnë se vlerësimi për presidentin Donald Trump po bie, pasi gjithnjë më shumë amerikanët nuk po e miratojnë mënyrën se si ai po e trajton detyrën e tij në krye të shtëpisë së bardhë, kur u kthye si president ai u shfaq me shifra pozitive. Megjithatë, vlerësimet për mbështetjen e tij janë ulur ndjeshëm javët e fundit, veçanërisht pas njoftimit për tarifat gjithëpërfshirëse. Trump u tërhoq më pas nga tarifat duke njoftuar një pauzë 90 ditore për shumicën e tyre. Rënja në sondazhe mund të pengojë ndikimin politik të Trump në një klim tashmë shumë të polarizuar dhe potencialisht të dëmtojë shanset e republikanëve në zgjedhjet e 2026-s. Në një sondazh të ri të publikuar nga YouGov dhe The Economist, zbuloi se mbështetja për Trumpin është 42%, ndërsa mosmiratimi për të është rritur me 52% me një hendek prej 10%. Sondazhi është kryer nga 13 deri më 15 prill, ku në pyetje janë marrë 1512 persona, margji i gabimit është 3.4%. Një javë më parë vlerësimi për Trumpin ishte 43% dhe mosmiratimi 51% me një hendek prej 8%. Sondazhi ishte kryer nga 5 deri më 8 prill mes 1741 personave me një margj gabimi prej 3.1%. Pothuajse çdo president përjeton një rënje të shpejtë popularitetit me njëherë pas marrjes së detyrës, thot për Newsweek Stephen Voss, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Connecticutit. Presidentët rralli përmbushin shpresat e të gjithë njerëzve që ndihmuan në zgjedhjen e tyre, edhe sepse ata nuk mund të japin gjithçka për gjithë votuesit, thotë ai. Donald Trump po i kënaq mbështetësit që donin që ai të shkundte gjërat në mënyrë dramatike, ndërkohë që ndalet e votuesit që mendonin se mandati i tij i dytë do të ishte më shumë si mandati i tij i parë. Ai shton se presidentët zakonisht përjetojnë një periudhë muaj të mjaltit pas zgjedhjeve, ata marrin një muaj mjalti, një periudhë vlerësimesh relativisht larta, por periudha e muajit mjaltit të një presidenti priret të jetë mjaft e shkurtër, deklaron Voss.